Duhet bëjmë një kujdes të madh. Po ndëshkueshmëria nuk mund të heci me padrejtësi. Dhe çfarë do të themi? Dhe as me aksione. Po pra, as me aksione, as me Për të kthyer prapë se statistika. të dy njohë dhe ju e njihni më mirë. Sistemi i kalum diktatorial, mamen që Kishte ndëshkim, aksione, ishte okay. jo aksione Po, për pra, amikun e aksione. mbrëmshëm, ja fusë i aksion. Duhen 200 vetë për agitacione propagandë. U plotësua iku. U plotësua iku. Pra, këtu duhet kemi Kjo se është një mund parrull që unë e përdor shpesh. Duhet të japim ndëshkim apo drejtësi. Këtu duhet ta ndajmë mendjen. Se ndëshkimi është komplet i kundërt nga drejtësia. dhe unë Dhe mendoj ne jemi në fazën që fillim, jemi në ndëshkim. ja thash në fillim duke se SPAK-u po ka më kënaqësi statistikat se sa Sepse dhënien e këtu drejtësisë. prap gabojmë ne. SPAK-u nuk jep drejtësi. SPAK-u është një prokuror Po, një i cili thotë, "Ore Ilir, ti je kriminal." Po. Ne nuk kemi zgjidhur problemin thelbësor, gjykata. Më dole Gjykata nuk është drejtësia e SPAK. kuptoj. Gjykata Po, ku është mes meje. ka- Mes meje dhe te duhet të jetë Po, gjykata. gjykata është e fundit. Unë jam çmendur, duhet përfaqësoj shtetin dhe duhet të jem gjithmonë sulmos. Atëherë po, prokurori atë detyrë ka. Avokati mbrojtës ka detyrën e mbrojtjes. Po, jo ndarë dhe është Edhe gjykata që e ajo peshon. që jep. Tani, aman, ju keni qenë prokuror. Unë nuk jam njeri i drejtësisë, por të paktën sa kemi pa gjyqje edhe 35 vjet në Amerikë, kudo në botë, edhe prokurori ka një etik, apo jo? Patjetër. Kur një prokuror në sallë gjyqit sillet me i gjuhë banale dhe arrin, si ajo dje që për mua është skandal, ju gjykojeni se jeni profesionist, Sjolz Dado që i thot në sallë gjyqit panderosisht aty që ti ke kushte si me qenë hotel me 5 hyje, po vetëm heqja e lirisë nuk është më 5 hyje. Po. Një, arroganca e tij, gjuha e tij dhe tjetra, unë me sa kam bisedu, po t'jetë një gjykatës, taman gjykatës, që vim prapë ke drejtësia, atë do ta qisi jashtë nga salla gjyqit sepse i tëroj që vret gjykata. Jo, nuk është do ta qisi jashtë për gjë tjetër. E kuptoj. Që ai nuk ka magjistraturën, pra nuk mund të ketë togën e prokurorit. Aty hajde të diskutojmë, është Dhe kjo jo problem. ka ndodhur kjo në Amerikë, për një çështje, pse i kishte marru afati prokurorit, ka qenë kjo çështje e Trumpit. Po. E qiti gjykatës jashtë, ka marru afati, ditën që marroi nesër nuk e pranoi më sa gjyqin. Ti trajto